Top 20 Christian Songs. 20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymësim. Rikthehemi në studio miq me njërin pas hapësirës së parë muzikore që startonte programin Music Plus në ditën e sotme dhe në këtë moment e dua të përshëndes të ftuarin për sot, pastor Albana Kodi. Përshëndetje, mirë se ke erdhur. Mirë se ju gjej, kënaqësi si gjithmonë të jam me ju. Edhe për mua është një kënaqësi e veçantë të zhvillojmë këtë bisedë së bashku mbi të gjitha në këtë ditë të veçantë, në këtë të njëjtë të madhe sikurse unë quajta edhe pak më parë. Prandaj më trego pak më tepër se çfarë përfaqëson kjo ditë për ju personalisht, por edhe për kishën ku ju shërbeni. Entja e Pashkës ose entja e madhe, siç e quajtë, ti është patjetër një nga ditët më të rëndësishme të javës së Pashkës. Ka shumë ngjarje që ndodhin gjatë kësaj dite dhe janë ato ngjarje që na kujtojnë në fakt disa nga momentet më thelbësore, më të rëndësishme të jetës së Jezusit në momentin përpara kryqëzimit. Tani, nëse do ta përmblidhja, do thosha që entja e javës së Pashkës ose entja e madhe është një javë, një natë apo një ditë e mbushur me emocione shumë të forta. Po ta shohësh, kalon nga një dashuri sakrifikuese, kalon tek përulësia, kemi tradhtin brenda, kemi ankthin njerëzor, kemi të gjitha ato ndjesit. Po, janë të gjitha këto ndjesi që i shikojmë brenda një dite të vetme. Tani, do t'i prek pak të gjitha sepse ka shumë për të folur për këto, po patjetër që merren një moment shumë i rëndësishëm është darka. Darka e fundit. Darka e fundit është një moment kur Jezusi nuk le thjesht një kujtim, ashtu siç her pas here interpretohet. Nuk është thjesht një kujtim, është një moment kur ai shpall dhe tregon veten. Pra shpall veten, buka dhe vera që i shohim të na shfaqen në momentin e darkës së fundit, bëjnë pjesë e një kujtese të përhershme, sepse se shpëtimi ynë ka një çmim, ka një kosto. Nuk ishte falas. Ishte falas për ne, por nuk ishte falas, sepse dikush tjetër pagoi. Edhe ne dimë që Krishti pagoi me gjakun e vet dhe kishte një kosto. Pra, shpëtimi ynë nuk ishte falas. Kjo është baza e kungimit apo darkës së Zotit, një gjë që ne e praktikojmë vazhdimisht në kishat tona, në të gjitha kishat tona. Është një moment realisht i thellë, shpirtëror, që i paraprin sakrificës që po vinte, dhe Krishti e dinte këtë. Jemi në të njëjtën dhe të premten do të ndodhte kryqëzimi dhe ai e dinte shumë mirë çfarë priste, e dinte shumë mirë ku po shkonte, nuk ishte një surprizë për të. Po ashtu një moment tjetër është momenti kur ai lan këmbët dishepujve, një moment që e gjen tek Ungjilli sipas Gjonit në kapitullin 13, një moment ku mbreti i universit vjen edhe paraqitet si një shërbëtor. Edhe kjo nuk është thjesht një mësim, nuk është një gjë kaq e vogël, kaq e thjesht, është një thirrje për të gjithë. Është një thirrje të duam duke shërbyer. Kjo është thelbi, ky është mesazhi. Të duam duke shërbyer, është një thirrje, është një model, është një shembull për të gjithë ne. Më pas shkojmë në Getsemani, ku shohim anën njerëzore të Jezusit dhe prandaj thashë në këtë ditë gjejmë të gjitha emocionet të përfshira brenda. Shohim anën njerëzore të tij, momenti kur ai ndjen peshën e kryqit që po vjen. Sepse, siç e thash, ai e dinte shumë mirë se çfarë do të ndodhte, çfarë priste. Ai ndjen peshën e kryqit që po vjen dhe dorëzohet plotësisht vullnetit të Atit, edhe pse e dinte dhimbjen nëpër të cilën do të kalonte. Edhe megjithatë ai zgjedh të pranojë dhe thotë, atë vullneti yt u bëft, jo i imi. Pra kemi edhe këtë moment shumë të rëndësishëm. Më pas, atë mbrëmjen në Getsemani, kemi momentin kur Jezusi trajtohet nga Juda. Trajtohet me një puthje nga Judi Iskarioti dhe më pas arrestohet. Pra e përmbledhur, këta janë disa nga elementet më të rëndësishëm të kësaj dite. E pra të gjithë këta element bëjnë atë të njëjtën e Pashkës apo të njëjtën e madhe, siç e quajtët ju, një ditë të një reflektimi të thellë. Bëjnë që ajo ditë mos jetë thjesht një ditë rituali të zakonshëm, por është dita e një reflektimi të thellë në lidhje me atë që ka ndodhur pra me veprën e kryqit, veprën e Krishtit në kryq. Edhe të tregoj diçka nga çfarë jemi duke bërë ne gjatë këtyre ditëve. Një nga gjërat që ne jemi duke bërë në kishën tonë, në fakt
është afërsisht një javë e gjysmë tani, çdo mbasdite ne mblidhemi me një grup besimtarësh në kish rreth orës 5 mbasdite dhe kalojmë një kohë në adhurim, lutje dhe reflektim pikërisht mbi këto lloj gjërash. Pikërisht mbi këto ditë, ato që kanë ndodhur gjatë javës së Pashkës. Edhe gjitha kjo ka qenë një bekim shumë i madh për të gjithë ata që kanë qenë duke marrë pjesë në fakt, sepse ka qenë një moment ku ne përgatitim zemrat tona dhe përpiqemi të përjetojmë këto lloj ngjarjesh dhe përgatitim zemrat tona për atë që do të ndodhë. Do të ndodhë ditën e premte, me kryqëzimin e Jezusit. Kështu që ka qenë një bekim vërtet të jemi së bashku, edhe gjitha kjo do të finalizohet me një ditë agjërimi ditën e premte. Edhe është një grup goxha i madh besimtarësh, nuk janë pak. Edhe është vërtet bekim të shikosh impaktin që gjitha kjo ka në jetët e tyre. E përmendëm pak sa një ndër ngjarjet më të rëndësishme të kësaj dite, sikurse është darka e fundit e Jezusit me dishepujt. Cila është domethënia shpirtërore e kësaj ngjarjeje dhe nga ana tjetër çfarë mesazhi përcjell ajo për të gjithë besimtarët sot? Enjtja e Pashkës ose enjtja e madhe do të thosha që është dita që na çon në një tryezë. Po në një tryezë jo si çdo tryezë, jo në një tryezë të zakonshme, në një tryezë që në fakt është një moment që ndryshon gjithë historinë e njerëzimit. Është pikë kthese në historinë e njerëzimit. Edhe është pikërisht momenti që është pall pikën e kthesës në planin që Perëndia kishte për botën. Aty është zanafilla, aty fillon. Është nata para kryqëzimit, patjetër kur Jezusi mblidhet me dishepujt e vet në këtë tryezë dhe ashtu siç e tham, ai e di shumë mirë se çfarë po ndodh, ai e di shumë mirë se çfarë e pret dhe çfarë po vjen. E megjithatë, ai zgjedh të qëndrojë dhe të thresë dishepujt në këtë tryezë, ulet, merr bukën, merr kupën dhe jep një mesazh që do të mbetet për gjithmonë. Në këtë moment ai është duke dhënë një mesazh që do të jetojë për gjithmonë, sepse ajo darkë nuk ishte thjesht darkë, nuk ishte thjesht darka e fundit, nuk ishte një vakt të themi i fundit. Ishte gjithashtu që nuk do të harrojmë darka e Pashkës. Ishte darka e Pashkës në të cilën përveç faktit që Jezusi paratha vuajtjen që do të vinte, paratha vdekjen e tij për shpëtimin ton, Jezusi gjithashtu e përdori këtë darkë të fundit për ta përmbushur Pashkën dhe për t'i dhënë Pashkës një kuptim të ri, edhe për të shpallur beslidhjen e re, që po vinte. Jezusi i referohet drejt për drejt kësaj beslidhje të re gjatë darkës të fundit dhe do më lejosh të përmend diçka nga shkrimi, një referencë nga Luka, Ungjilli sipas Lukës në kapitullin 22, vargjet 19 dhe 20. Dhe ai thot: pastaj mori bukën, falenderoi, e theu dhe u dha atyre duke thënë: ky është trupi im që është dhënë për ju. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Po kështu, pas darkës mori kupën duke thënë: kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim që është derdhur për ju. Dhe ajo që nuk duhet harruar është që fjalët e Jezusit gjatë darkës së fundit për bukën edhe për kupën i bëjnë një hon asaj që ai kishte thënë më përpara, që e gjejmë sërish tek Ungjilli sipas Gjonit në kapitullin 6, ku ai thot: unë jam buka e jetës. Kushdo që vjen tek unë nuk do të ketë kururi dhe kushdo që beson në mua nuk do të ketë kurrëtie. Pra, shpëtimi vjen vetëm nëpërmjet Krishtit dhe sakrificës së tij në kryq. Shohim që të fillojnë të përmbushen të gjithë këto gjëra. Edhe duhet të kujtojmë që beslidhja e vjetër që Perëndia kishte vendosur me popullin e Izraelit, me popullin e tij, kërkonte një bindje të padiskutueshme, një bindje të rrept ndaj ligjit të Mojsiut, Edhe për shkak se ne e dim, paga e mëkatit është vdekja. Nuk ishte mundësi tjetër shpëtimi, ndërkohë hyrja në beslidhjen e re bëhet e mundur vetëm me anë të besimit tek Krishti. Vetëm me anë të besimit tek Krishti, i cili derdhi gjakun e tij për mëkatet tona atje në kryqin e Kalvarit. Ne e dim shumë mirë. Dhe ky është gjaku i Krishtit, një nga mesazhet më të rëndësishme për gjithë ata që janë duke është ai që pastron mëkatin. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër. Sërish tek Luka, do t'i referohem sërish Lukës në të njëjtin kapitull, dhe kuptojmë që është darka e fundit, është momenti kur Jezusi shpall pikërisht të gjë. Pra, kjo kupë që është derdhur për ju është beslidhja e re në gjakun tim. Pra, në një farë mënyre ai është duke shpallur edhe duke thënë: unë jam shenjë i sakrificës, gjaku im është ai që do t'ju shpëtojë dhe do t'ju pastrojë nga mëkatet. Edhe për shkak të kësaj beslidhje, ne tashmë nuk jemi më nën ligj.
por jemi nën hir. Edhe beslidhja e vjetër e ka përmbushur, e ka plotësuar, themi, në një farë mënyrë qëllimin e saj dhe është zvendësuar pikërisht me këtë beslidhje të re në gjakun e Krishtit. Beslidhja e re nëpërmjet së cilës na jepet mundësia të marrim shpëtimin si një dhuratë falas. Por nuk duhet harrojmë, është një dhuratë falas për ne, sepse tjetër kush ka paguar. Por shpëtimi nuk është falas. Është falas për ne, por tjetër kush mori përsipër të paguajë çmimin për këtë. Edhe në fakt në hyrje të bisedës në ditën e sotme ne përmendëm edhe aktin e përullësisë. Prandaj është një tjetër pjesë shumë e rëndësishme e kësaj dite, përullësia e Jezusit kur ai lau këmbët e dishepujve. Si mund të reflektohet ky shembull në jetën tonë të përditshme? Patjetër që është një element shumë domethënës dhe shumë i rëndësishëm i të enjtes së Pashkës apo të enjtes së Madhe. Pikërisht ky moment gjatë darkës së fundit, edhe i gjejmë tek Ungjilli sipas Gjonit të shprehur, Jezusi ngrihet nga tryeza edhe ju lan këmbët dishepujve të tij. Është e rëndësishme të kuptohet që nuk ishte thjesht një moment i zakonshëm. Është e rëndësishme të jemi të kujdesshëm në këtë pjesë dhe të përpiqemi të kuptojmë thellësinë e asaj që po ndodh në të vërtetë. Kemi parasysh ajo që po ndodh këtu, vetë Perëndia, i cili vendos vullnetarisht veten në një pozitë të skajshme të përullësisë. Pra jemi pikërisht në këtë lloj momenti. Perëndia vetë vendos veten në këtë lloj pozite shërbimi ndaj të tjerëve. Edhe pse ai është Zoti i tyre, ai e bën këtë veprim të përullur për të treguar dy gjëra kryesore. Së pari, larja e këmbëve është një pamje e misionit përfundimtar të Jezu Krishtit, të shërbejë njerëzimit përmes vdekjes në përullësi. Ky është elementi i parë. Së dyti, Jezusi synon që ky shembull përullësie patjetër të shërbejë si një model për dishepujt që ishin atje të pranishëm, por edhe për të gjithë ne që kemi mundësi sot nëpërmjet shkrimit, nëpërmjet Biblës ta lexojmë dhe ta studiojmë këtë moment. Është një model, është një shembull i përullësisë. Dhe ashtu si Jezusi edhe të krishterët. Çdo i krishter sot, të gjithë ne kemi nevojë të ndjekim këtë model, kemi nevojë të ndjekim këtë shembull edhe të jemi gjithnjë më shumë në këtë lloj qëndrimi përullësie në shërbimin tonë. Në një botë ku njerëzit kërkojnë të ngrihen lart, Jezusi ishte ai që u përull. Edhe pse kishte të gjitha mundësitë të qëndronte mbi këdo, patjetër. Ai vendosi të përullet. Në një botë ku njerëzit kërkojnë të shërbehen, Jezusi ishte ai që zgjodhi të shërbejë. Edhe ky është një model vërtet të cilin duhet ta ndjekim. Edhe duhet të përpiqemi edhe të ngjajmë gjithnjë më shumë. Çdo i krishter duhet ta bëjë këtë. Ai lau këmbët dishepujve. Edhe atij që do ta tradhtonte. Imagjinoni dot, ai lau këmbët dishepujve dhe Juda ishte midis tyre. Ndërkohë që Jezusi e dinte shumë mirë që Juda ishte ai që do ta tradhtonte, dhe ai lau këmbët e tij. Edhe jo vetëm aq, por lejoi që ai të ngjynte bukën bashkë me të. Të gjitha këto janë shprehje e këtij modeli, përullësie dhe shërbimi. Një model që Jezusi e ka lënë për të gjithë ne, jo vetëm për dishepujt që ishin atje në tryezë. Ky është shembulli. Shërbe edhe kur nuk vlerësohesh. Duaj edhe kur lëndohesh. Që nuk është njerëzore. Përullu edhe kur mund të qëndrosh lart, pra kur i ke të gjitha mundësitë të qëndrosh lart, sepse në mbretërinë e Perëndisë madhështia nuk matet me sa lart mund të ngrihesh, sa mundësi ke të ngrihesh lart. Madhështia matet me sa poshtë je gati të zbresësh për të ngritur të tjerët lart. Është kokë poshtë. Në atë që bota pretendon dhe bota thot. Edhe Jezusi e bën të qartë që ky është qëndrimi i përullësisë që duhet karakterizojë çdo të krishter. Pa diskutim. Nëse ne jemi të krishterë, nëse ne mendojmë që jemi ndjekës, dishepujt të Krishtit, kjo është ajo që duhet na karakterizojë dhe kjo është ajo që duhet të bëjmë dhe mënyra se si duhet të sillemi dhe duhet të jetojmë me njëri tjetrin. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio vetëm pas pak. Në këtë moment ju ftoj të ndiqni këngën Çmik na është Jezus Krishti, kënduar nga Petrina Kalaveshi. Rikthehemi pas pak me Pastor Albano në studio. Çmik na është Jezus Krishti, në çdo rast ai na mbron.
shumë e largoj më, o çmendim me heqin kohë, vetëm se s'ja bëjmë të njohur, me lutjen tonë të madhizoj. Jemi nga sjeve mundime, jemi mush me hidëri, letja bëjmë të njohur Zoti, na durona i gëzi. Gjejmë dot një mik të tillë, tjetër mik si Zotin Krisht. Jo pra se nën hap tregoj, ç'të mundon ty kotësi. Në jeton në i ngarkuar, edhe parën nuk bandoj. Ngrilar sytë dhe shiko Zoti, vetëm mos mundo më kohë. Të mërzisi njerëzia, nuk të mbeti dhe një mirë. Thuaj atë gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Të mërzisi njerëzia, nuk të mbet mi dhe një mirë. Thuaj atë gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Thuaj atë gjitha Zoti, ai është miku. Çmikna është Jezus Krishti, një këngë vërtet shumë e bukur për mesazhin që përcjell. Na rikthen në studion e programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën në këto momente me pastor Elvanon. Jemi duke folur për ngjarjet e ditës së njëjtë, njëjtja e madhe, njëjtja e Pashkës. Pse është kaq e rëndësishme lidhja mes darkës së fundit dhe sakrificës që pason më pas në kryq, sakrificës së Jezusit. Prandaj duhet të të pyes se si e përgatit kjo ditë çdo besimtar për ngjarjen e së premtes së madhe. Lidhjen midis patjetër që është një lidhje pa diskutueshme midis këtyre të dyjave, po unë do preferoja ta quaja këtë lloj lidhje një udhëtim nga tryezat e kryqi. Shumë e bukur. Pra nga tryeza e Pashkës e darkës së fundit te kryqi i së premtes. Kemi parasysh që atë të njëjtë Jezusi ul në tryezë me dishepujt e tij. Ai i ftoi, i thiri dishepujt në tryezë dhe menjëherë mbas kësaj darke të premten ai shkon në kryq. Ngjitet në kryq. Pra nga tryeza ai ngjitet në kryq. Këto janë dy momente që janë në mënyrë të padiskutueshme të lidhura ngushtë, të lidhura pasgjithshmërisht me njëra tjetrën. Atë që Jezusi shpalli në fakt në tryezën e së njëjtës e realizoi, ndodhi në kryqin e së premtes. Kështu që në këtë, duke pasur parasysh këtë, them që lidhja midis këtyre dy momenteve është e pasgjithshme. Tryeza e darkës së Pashkës zbulon kuptimin e kryqit në fakt. Në atë tryezë, nëpërmjet fjalëve të Jezusit, zbulohet kuptimi i kryqit, kuptimi i vërtet i kryqit, sepse jemi pikërisht në momentin që e përmendëm edhe pak më përpara, kur Jezusi ulet në tryezë me dishepujt e tij dhe çfarë bën? Është merr bukën, merr kupën dhe thot, ky është trupi im për ju, i thyer për ju. Dhe pastaj ky është gjaku im, i derdhur për ju. Në fakt, ajo që ai po thoshte është unë jam sakrifica për ju. Unë jam qengji i sakrificës për ju. Unë jam shpëtimi për ju. Gjaku im është ai që do të pastrojë mëkatet tuaja. Në një farë mënyrë Jezusi ishte duke thënë këtë, edhe pse dishepujt akoma nuk po arrinin të kuptonin një gjë të tillë. Edhe ajo që dishepujt nuk po kuptonin plotësisht në atë moment ishte që Jezusi ishte duke ju dhënë çelësin për kuptimin e kryqit, nëpërmjet fjalëve të tij, çelësin për të kuptuar veprën e tij, plotësinë e kryqit. Edhe ne sot
ndodh që her pas here nuk arrim të kuptojmë plotësisht apo të përjetojmë plotësisht atë që ka ndodhur në kryq pa u ndalur vërtet tek fjalët e Jezusit. Edhe pa i kuptuar dhe pa medituar dhe pa përjetuar në një farë mënyrë atë që kishte ndodhur atje, Jezusi thot, unë jam pikërisht ai, qengji sakrificës. Qengji sakrificës që heq mëkatin e botës. Pra, e bën t'i qartë që nëpërmjet sakrificës së tij, nëpërmjet gjakut të tij, do të vinte shpëtimi. Edhe shpëtimi ynë nuk vjen nga përpjekjet tona. Nuk vjen nga dëshirat tona, nuk vjen nga çfarëdo lloj vepre apo veprimi që ne mund të bëjmë, por vjen pikërisht nga sakrifica e tij, nga sakrifica e qengjit të sakrificës. Pra, po themi që kryqi është përmbushja e asaj që u tha. Kryqi ishte ai që realizoi atë që u shpall në darkën e sejntes. Të premten, trupi i tij dorëzohet, kryqëzohet, gjaku i tij derdhet edhe mëkatet tona u vendosen mbi të. Pra kjo është ajo që u tha në atë tryezë u realizua. Pra ajo që u tha në tryezë të njëjtën u realizua të premten në kryq. Darka është deklarata. Kryqi është realizimi, veprimi. Është vepra. Dhe në fakt shpesh herë dëgjojmë që Jezusi quhet qengji i Pashkës. Çfarë do të thotë kjo dhe si lidhet me atë që ndodhi të njëjtën e madhe, por më pas edhe me Pashkën në Izrael? Patjetër është një moment shumë i rëndësishëm, ky dhe është një term shumë i rëndësishëm për të kuptuar. Sepse termi qengji i Pashkës është një nga çelësat për të kuptuar të gjithë veprën e Krishtit në kryq. Ky term patjetër vjen nga ngjarja e Pashkës në Izrael dhe mund ta shohim në shkrim, mund ta gjejmë tek Eksodi. Ishte momenti kur Perëndia do të çlironte popullin e Izraelit nga Egjipti. Çdo familje duhet të merrte një qengj dhe qengji duhet të ishte i patëmet. Qengji patjetër duhet të flijohet, të sakrifikohet dhe me gjakun e qengjit do të lyheshin shtalkat e dyerve. Kjo është termi që është përdorur. Do të lyheshin shtalkat e dyerve dhe në mënyrë që kur engjëlli i vdekjes të kalonte dhe do të shikonte shenjën e gjakut mbi dyert, ai do të kalonte dhe nuk do të prekte. Askënd pra që nuk do të ndodhte. Pra gjaku i qengjit në atë kohë ishte ai që do të sillte shpëtimin nga vdekja fizike, po flasim gjithmonë. Dhe Jezusi ishte qengji i Perëndisë që hoqi mëkatin e botës. Kështu na thuhet tek Ungjilli sipas Jonit në kapitullin 1. Pra, Jezusi ishte qengji i patëmet. Sepse ai ishte i pa faj, ishte pa mëkat. Ai u flijua për ne dhe gjaku i tij na shpëton ne tashmë nga mëkati ynë, nga vdekja jon për shkak të mëkatit. Pra, ashtu si qengji në Pashkën e Izraelit do të shpëtonte familjen, do të shpëtonte njerëzit nga vdekja fizike, në të njëjtën mënyrë Jezusi dhe gjaku i tij i derdhur në kryq për ne do të na shpëtojë jetët tona nga mëkati, nga vdekja për shkak të mëkatit, sepse ne e dimë që paga e mëkatit është vdekja. Dhe vetëm gjaku i Krishtit është ai që do të mund të na shpëtojë. Të njëjtën e madhe Jezusi ishte duke festuar Pashkën. Ishte darkën e Pashkës me dishepujt, por çfarë ndodhi? Ishte një gjë që unë do ta quaja të jashtëzakonshme. Ai mori bukën, e përmendëm dhe më sipër. Por mori bukën, dhe tha ky është trupi im. Ai mori kupën, dhe tha ky është gjaku im. Pra me fjalë të tjera po shpallte dhe po thoshte unë jam qengji i sakrificës. Unë jam qengji, gjaku i të cilit do t'ju shpëtoj nga vdekja. Do t'ju shpëtoj nga vdekja e mëkatit tuaj. Ai po ndryshonte kuptimin e festës totalisht, pra festës së Pashkës, nga një kuptim i çlirimit të popullit Izraelit nga Egjipti në një shpallje të shpëtimit nga mëkati, nga mëkatet tona. Edhe ajo që Jezusi shpalli në tryezë, e tham, ndodhi në kryq. Ishte pikërisht kjo ajo që ndodhi. Ai u flijua si qengji i sakrificës. Edhe gjaku i tij u derdh dhe shpëtimi i tij u bë i mundur për të gjithë. Nuk ishte rastësi që kjo ndodhi në Pashkë. Nuk mund të jetë rastësi, sepse e thamë edhe më herët, shpëtimi kishte një çmim. Mëkati nuk mund të falej pa sakrificë. Dhe sakrifica kishte një çmim, sepse shpëtimi kishte një çmim. Në fakt, për gjatë bisedës në ditën e sotme jemi ndalur duke dhënë më shumë informacion, më shumë detaje dhe mbi ngjarjet e sejntes së madhe, çfarë ndodhi. Por ajo që është shumë e rëndësishme dhe që mendoj që duhet ta prekim, duke sjellë në realitetin, në kontekstin e sotëm. Si mund ta përjetojmë realisht këtë ditë, jo vetëm si një përkujtim historik i ngjarjeve,
por si një përvojë personale besimi dhe mbi të gjitha reflektimi. Patjetër, kjo është shumë e rëndësishme, madje do të thosha është shtellë besore që e njëjtja dhe gjithë ngjarjet e së njëjtës, dhe mesazhi i change-it të Pashkës të mos mbeten thjesht si një ritual, mos mbeten vetëm si një histori që tregohet, apo edhe një histori që besohet. Sërish, është vërtet. As kaq nuk mjafton. Ka nevojë të bëhen përvoja personale me Krishtin. Të gjitha këto ka nevojë të kthehen në një përvojë personale me Krishtin. Si mund ta përjetosh realisht një gjë të tillë në ditën e sotme, në jetën e sotme? Unë do të thoja që nuk mjafton thjesht të dish që Jezusi u bë qenjë sakrificës. Nuk mjafton thjesht të dish që Jezusi shkoi në kryq, që Jezusi derdhi gjakun e tij për mëkatet tona. Kjo njohuri nuk mjafton. Pyetja është, okay, nëse unë e di këtë, çfarë kuptimi ka kjo për mua? Cili është kuptimi që ka për mua personalisht? A e shoh veten si dikush që ka nevojë për një shpëtimtar? A e shoh veten si dikush që ka nevojë për shpëtimin nga mëkati? A e besoj që ai e bëri këtë, Krishti pra në kryq e bëri këtë për mua? Edhe për mua. Jo thjesht për botën. Sepse zakonisht fokusohem, ai bëri për botën, vdiq për gjithë botën, përjashtojmë veten. Ne nuk bëjmë përjashtim nga bota. Por në këtë moment, në këtë ditë reflektimi, mendoj që kemi nevojë të mendojmë më shumë çfarë kuptimi ka kjo për ne, për mua personalisht, jo për botën, për mua personalisht. Ç'do të thotë? Dhe çfarë duhet të bëj unë për shkak të kësaj? A ka mëkat që unë po mbaj në veten time? A ka mëkat në zemrën time? A ka një gjë të fshehur aty brenda? A ka diçka që duhet ta rrëfej? A ka diçka tjetër që duhet të bëj? A jam duke jetuar në dritë? Apo jam duke jetuar në errësirën e mëkatit akoma? Fillo ta shikosh kryqin me një mirënjohje tjetër, me një mirënjohje të re, duke kuptuar që ajo që ndodhi në kryq është për mua, personalisht për mua, për problemet e mia, për mëkatet e mia, për paudhësitë e mia, jo për botën. Është shumë e gjerë edhe humbet kur mendon thjesht për botën. Po, vërtet. Kemi nevojë të mendojmë çfarë është për mua dhe si është për mua. Kujto bukën dhe mendoj që është trupi i tij i thyer për mua. Kujtoj kupën dhe mendoj që është gjaku i tij i derdhur për mua. Edhe nëse vërtet do të mendoj dhe do të reflektoj në lidhje me këtë, nuk mund të mbetesh indiferent ndaj kryqit. Këto nuk janë thjesht rituale, dhe kjo është ajo që duhet kuptuar. Sepse nga njëherë bëhemi më familjar se sa duhet me disa gjëra dhe na kthehen thjesht në rituale që humbasin kuptimin e tyre të vërtet. Duhet jemi shumë të qëllimshëm edhe të kujdesshëm në këtë pjesë, që të mos i trajtojmë këto ngjarje si rituale që thjesht për kujtimore, thjesht për kujtimore, por duhet i trajtojmë dhe t'i kthejmë si një takim personal me Krishtin vet. Unë dhe Krishti, ti dhe Krishti, secili dhe Krishti. Edhe kjo është patjetër një përvojë që nuk mbaron thjesht me emocion apo çfarë do qoftë, por është një përvojë që kthehet në veprim. Është një përjetim që kthehet në veprim, sepse nëse vërtet përjeton këto lloj momentesh, patjetër ti do t'i reflektosh ato në mënyrën se si jeton, në mënyrën se si sillesh, në mënyrën se si vepron. Jo vetëm në një javë. Nuk ka rrugë tjetër. Po, në çdo ditë jetës. Ne rikthehemi vetëm pas pak për të ndarë edhe diçka të fundit, qoftë një mesazh, por edhe më tepër se si bashkësia e besimtarëve mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm në përcjelljen e kuptimit vërtet të Pashkës në komunitet, por mbi gjitha edhe tek të rinjt. Por në këto momente unë ju ftoj të ndiqni këngën Beko, shpirti im ti Perëndin, kënduar nga Çimi dhe Nisa. Rikthehemi vetëm pas pak. Shpirti im ti Perëndin, dhe jo ti mos haro veprat e ti. Ai është i vetmi Perëndi që për ne dha birin e ti. Ai na i fal të gjitha paudhësi, rrugët e tij të çojnë vetëm në dritë. Ai është i vetmi që shëron dhe nga vdekja të shpëton.
plot me gëzim, sot I beko shpirtim dhe lëvdoje atë ti për gjithmonë, në të mire në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik, në të mire në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Beko shpirtim ti Perëndim, dhe jo ti mos haro veprat e ti. Ai është I vetmi Perëndi që për ne dha birin e tij. Ai na I fal të gjitha pa udhësi, rrugët e tij të çojnë vetëm në dritë. Ai është I vetmi që shëron dhe nga vdekja të shpëton. I mbushur plot me gëzim, Zoti beko shpirtim dhe lëvdoje atë ti për gjithmonë, në të mire në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik, në të mire në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Në të mire në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik, në të mire në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Rikthehemi sërish në studio miq për gjithë ju që ndoshta sapo keni hapur radion, jeni duke ndjekur programin Music Plus drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel. Dhe sot unë jam duke zhvilluar një bisedë shumë të veçantë me pastor Albano, nga Kisha Ungjillore këtu në Korçë, duke ju referuar te inte së madhe përgjatë javës së Pashkës, gjithçka që ndodhi atë ditë, edhe unë për te ngjarjeve të kësaj dite përpiqem që përmes pyetjeve të mia t'i sjell dhe në realitetin cilin ne jetojmë. Prandaj një tjetër pyetje që kam në këto momente është se çfarë roli luan Bashkësia e Besimtarëve në përjetimin e kësaj dite dhe si mund të përfshihen gjithmonë edhe më tepër të rinjt në kuptimin e saj. Të rinjt janë një pjesë shumë e rëndësishme edhe kishës edhe komunitetit, dhe është shumë e rëndësishme që ata të jenë pjesë e gjithçkaje. Absolutisht. Do thosha, kela entja kur mendon për të entjen është një moment që na çon në një ambientin e një dhome të thjeshtë. Një dhomë thjesht, një tryezë dhe njerëz të ndryshëm të ulur rreth rrotull tryezës, njerëz të zakonshëm. Dhe Jezusi në mes të tyre. Jezusi që qëndron atje. Duket sikur gjithçka është kaq e thjeshtë, kaq normale, por ajo që ndodh aty nuk është normale. Ajo që ndodh aty është diçka që ndryshoi historinë. Ne e thamë edhe më herët. Nuk ishte vetëm një vakt, ishte një moment që lidhi realisht kryqin dhe atë që do ndodhte me sakrificën në kryq me bashkësinë, me komunitetin, me bashkësinë, me të qenit së bashku. Jezusi krijoi një bashkësi rreth sakrificës që do të vinte. Sakrificës që do të ndodhte një ditë më pas, jo shumë larg. Jezusi nuk e përjetoi këtë moment i vetëm. Ndërsa shkonte drejt sakrifikimit, nuk qëndroi vetëm, nuk e përjetoi këtë moment vetëm. Ai thiri dishepujt. Ul me ta, ndau bukën, ndau kupën me ta dhe krijoi këtë lloj bashkësie. Ne kemi nevojë, secili prej nesh ka nevojë për këtë lloj bashkësie, ka nevojë të jemi së bashku,
të inkurajojmë njëri tjetrin, të forcojmë njëri tjetrin, të mbajmë njëri tjetrin. Tryeza ishte vendi i hirit, jo i përsosmërisë. Ajo tryezë ishte vendi i hirit. Askush atje në atë tryezë nuk ishte i përsosur. Përkundrazi, ishte njerëz të papërsosur. Ishte njerëz të dobët, kishte njerëz që Jezusi e dinte shumë mirë që do ta mohonin. Pietri ishte ai që e mohoi, që ishte pjesë e tryezës. Juda ishte ai që do ta tradhtonte, që ishte pjesë e tryezës. Të gjithë të tjerët ishin ata që do të iknin, do ta linin në momentin e sakrificës në kryq. Pra, ishte kjo lloj tryeze, dhe ne duhet të kuptojmë që askush nuk vjen tek Jezusi sepse është i përsosur. Po. Ne shkojmë tek Jezusi sepse kemi nevojë për ta, kemi nevojë për hirin e tij. Nuk shkojmë sepse jemi të përsosur. Ndërkohë që ai, mësuesi, Zoti, u përul duke na dhënë një mesazh shumë të madh, duke na mësuar se madhështia nuk është të sundosh. Madhështi nuk do të thotë sundosh. Madhështia është të shërbesh me përulësi. Sa i takon të rinjve, patjetër që ata janë një pjesë shumë e rëndësishme e tryezës. Nuk janë spektator. Dhe nuk duhet të jenë spektator. Në fakt, shpesh ne kemi një shprehje që përdorim edhe themi që të rinjt janë e ardhmja. Janë e ardhmja e kishës, edhe patjetër që janë e ardhmja, po unë kam një çik probleme këtë pjesë sepse nuk dua t'i shikoj vetëm si e ardhmja. Unë duhet t'i shikoj edhe si pjesës së tashmes. Patjetër që ata janë e ardhmja, po janë edhe pjesës së tashmes. Edhe Jezusi nuk është në kërkim për audiencë. Ai do ndjekës, të afërt, do dishepuj. Kështu që kur vjen fjala edhe për të rinjt, do thosha që nuk duhet ta shohim besimin si diçka që u takon të tjerëve, si diçka që u takon të rriturve, apo të mëdhenjve. Ata janë po njësoj pjesë e tryezës. Dhe ka nevojë që të jenë po njësoj ndjekës të Krishtit. E njëjtja e madhe është një ftesë për t'u afruar Jezusit. Dhe kjo ftesë është për këdo. Është edhe për të rinjt. Një ftesë për t'u afruar me njëri tjetrin, të jetojmë në përulësi dhe në dashuri me njëri tjetrin. Dhe duke qenë se po mbrim në minutat e fundit bisedës sonë në studio, cili është një mesazh që ke për gjithë ata që janë duke në ndjekur në këto momente, në këtë të njëjtë të madhe, edhe ndoshta kërkojnë më tepër kuptim, paqe, gjë që patjetër na mungon në shumë aspekte, por mbi gjithë atë shpresë. Në fakt, kujdo që është në kërkim për më shumë kuptim, paqe apo shpresë, siç e the dhe ti, do i thoja vetëm me një fjali të shkurtër. Ka akoma vend në tryezë. Edhe për ju, për këdo. Ka vend në tryezë për secilin. Edhe në këtë të njëjtë të madhe, nëse zemra e dikujt që është duke na dëgjuar është e lodhur, ndoshta po kërkon kuptim për jetën e tij, se jeta duket e paqartë. Ndoshta po kërkon paqe, sepse brenda zemrës ka shqetësim. Ndoshta po kërkon shpresë, sepse ndihesh i zhgënjur. Unë sërish do të thosha ka një vend për ty në tryezën e Jezusit. Ai të fton ashtu siç je. Të fton sot, sepse ashtu si atë natë, Jezusi nuk ftoi njerëz të përsosur në tryezë. Ai ftoi njerëz të dobët, ftoi njerëz të pasigurt, ftoi njerëz madje edhe ata që, siç e thamë edhe më parë, do ta linin, do ta mohonin, do ta tradhtonin. Ishin këta lloj njerëzish që Jezusi ftoi në tryezë. Edhe sot ai bën të njëjtën gjë. Është duke ftuar këdo. Edhe duke thënë, "Ej, hajde. Eja tani në tryezën time. Jo kur ti je i përsosur, se nuk e për të qenë i përsosur. Jo kur ti rregullosh të gjitha. Nuk ka për të ndodhur. S'ke për ta bërë kur. Hajde tani." Edhe një gjë që nuk duhet të harrojmë është që nuk ka një gjë që ai nuk e di. Nuk do ta surprizojmë Jezusin me asnjë gjë që mund t'i çojmë. Sa do të keq që mendojmë që jemi, nuk ka për të surprizuar me asnjë gjë. Nuk ka një gjë që ai nuk e di, nuk ka një gjë që ai nuk e kupton, edhe nuk ka një gjë mbi të cilën ai nuk mundet të sjellë paqe. Nuk ka. Ai e di barën ton, barën e secilit. Edhe të çdo dëgjuesi ndoshta në këto momente. Dhe Jezusi e dinte që do shkonte në kryq. Ai e dinte dhimbjen, ai e dinte mëkatin e botës, edhe prap ai zgjodhi të qëndrojë edhe të shkojë në kryq. Edhe gjitha kjo për hir të dashurisë. Kështu që gjithë kuptimi
gjithë paqja gjenden vetëm tek ai. Dhe ftesa e tij është e hapur. Shpresa fillon pikërisht aty ku duket që gjithçka ka mbaruar. Në momentin që nuk ka më shpresë, pikërisht aty është momenti ku fillon shpresa e vërtetë. Sepse dashuria është më e fortë se mëkati. Hiri është më i madh se faji. Jeta është më e fortë se vdekja. Prandaj sot mesazhi im, thirrja ime do ishte: mos e lër këtë ditë kaloj thjesht si një ritual. Thjesht si një traditë e zakonshme pa pasur ndikimin e saj. Ndalu për një moment dhe thuaj: Jezus, kam nevojë për ty. Kam nevojë për paqen tënde. Kam nevojë për shpresën që vjen vetëm prej teje. Edhe nëse je i lodhur, patjetër tek ai do gjesh prehje, do gjesh çlodhje. Nëse je i ngarkuar, ka falje. Nëse je i humbur, ka një rrugë. Edhe ajo që do të thosha është që kjo rrugë kalon nga tryeza e të enjtes, te kryqi i të premtes dhe tek një jetë e re. Kështu që, ndërsa ftesa është e hapur, unë do të thosha ka akoma vend në tryezë. Mos qëndro larg, kushdo që na dëgjon. Unë të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme, ishte kënaqësi të ishim së bashku. Të uroj gëzuar Pashkën ty, familjes tënde dhe shumë bekime në shërbesat që ju keni. Shumë faleminderit Kela, ishte kënaqësi, gjithmonë është kënaqësi të jem me ju. Gëzuar Pashkën. Faleminderit. Ne shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Shërbëtori Mbret edhe në kuadër të gjithçkaje që folëm sot me Pastor Albanon. Dhe rikthehemi së bashku vetëm pas pak.